Pse rrin akoma në vijën e parë, në frontin e parë, gjithkohës live, të shikoj gjithkohës duke dhënë informacione të reja, edukim, ndoshta motivim. Pra ti nuk është se thjesht shet produkte, po ti je tamam ke kriju një komunitet që të ndjek. Pse vazhdon akoma ta bësh këtë? Pse nuk marr thjesht një influencer po them? Disa do t'i them dhe është shumë e bukur pyetja jote. Ne po bëhemi gati edhe për B2B, ku do jem dhe prapas skenave, por unë nuk mund t'i lë ato vajza, gjithë atë komunitet që më duan dhe më besojnë, pa i motivuar, pa i dhënë një shije nga Edisa çdo ditë. Nuk më lodh, më ushqen, më motivon. Në momentin që unë futem live dhe më presin me të tillë energji, natyrisht që mua më rrit çdo ditë. Është si një oksigjen që është një dozë që unë kam nevojë ta marr dhe raporti emocional që kam krijuar me to është shumë i bukur. Dhe kështu që nuk është lodhje për mua, prandaj jam në frontin e parë. Por kjo s'do të thotë që gocat nuk i kam po aty pranë vetes, sepse duke qenë që unë po investoj në mënyrën më të mirë të mundshme për rritjen e tyre, i kam nxjerr dhe to në sipërfaqe.